e vërteta e ilaçeve që ti, unë dhe gjithë familjet tona përdorim çdo ditë. Tani po ju tregoj disa sekrete që duhet të dini. A e dini se në mbar botën psonisja që bëjnë njerëzit në ditë, 25% shkojnë tek ilaçet? Po, këto janë statistika botërore. Bile mendohet që ka disa vende që përdorin shumë ilaçe, si për shembull në Trojën shqiptare. Unë do t'i tregoj disa gjëra që ja vlen për të diskutuar, sepse ka të bëjë me shëndetin ton, me jetën ton. Kush është rastësisht, si gjithmonë, qofse nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi bashkë. Nga statistikat e dala, rezulton që pothuaj 24.9%, pra 25% e psonisjeve që bën njeriu në mbar botën, 25% pra shkon në ilaçe. Dhe në qoftë se ne jemi 8 miliard njerëz në botë dhe shpenzojmë 800 euro ose 8 milion euro në ditë, po flas që nuk janë miliarda, merrini me mend që 25% shkojnë tek ilaçet. Pra industria e ilaçeve është e barabartë ashtu siç edhe industria e ushqimit. Sepse ne përdorim nga këto psonisje, përdorim rreth 60%, 50% për ushqime dhe pjesa tjetër është për veshje ose sende të tjera. Pra ne përdorim pothuaj 50% për ushqim dhe 25% për ilaçe. Është merr ta mendosh. Pra e kuptoni se çfarë force marramëndse kanë kompanitë e mëdha farmaceutike? Asgjë nuk e keni iden fare. Dhe normal që disa prej këtyre ilaçeve shtyhen, pra bëhen të detyrueshme nga njëra anë për shumë arsye, sepse nga publiciteti, sepse njeriu duke ecur përpara ka edhe probleme, sepse nuk jeton më në natyrë, njeriu është shkëputur nga natyra, dhe tani me qenë se e ka kuptuar njeriu, po mundohet që të rikthehet edhe njerë në natyrë, pra të ketë kontakte me natyrën. Sepse ne duhet që të ecim zbathur, duhet që të marrim bimë mjekësore të tokave, duhet të bëjmë aktivitete fizike, të gjitha këto kohët e fundit janë reduktuar shumë. Dhe kjo, nga ana tjetër, ka shtuar sëmundjet. Dhe normal që dalin ilaçe. Është legjitime sepse shumë prej këtyre ilaçeve kanë ndihmuar racën njerëzore. Bile disa prej tyre të këtyre ilaçeve kanë eliminuar sëmundje që ishin të pashurueshme para disa kohësh, dhe me kalimin e kohës janë reduktuar këto sëmundje, bile disa prej tyre janë zhdukur fare. Pra evoluimi që bën njeriu, ose që ka bërë ndër vite, ka bërë njëkohësisht edhe shpikjen e ilaçeve. Shiko, ilaçet filluan nga vitet 50. Në mas të gjerë kishte edhe më përpara, por ilaçet po flas të kompanive farmaceutike si po përdoren sot, sepse më përpara përdoreshin barna. Ne po kthehemi sërish tek barnat. Do t'ju them, shiko, ka disa të moshuar që jo vetëm u japin ilaçe, por ata i dëshirojnë pafund ilaçet. Shkojnë tek mjeku sepse duan ilaçe. E kam thënë para ca kohë që kur isha me nënën time një ditë bëri një kontroll kështu, ua tha pse ky tha nuk më dha ilaçe. Po ti thash mirë në vete apo jo? Ti duhet të falenderosh Zotin, thash që je mirë, thash që mos marrësh ilaçe. Çe këto budallëq? Jo, po duhet të më kishte dhënë ilaçet. Pra ky është një problem madhor, sepse e kanë ngulitur në trurin e njeriut që ilaçet bëjnë mirë. Por duhet të dini që edhe vetë ilaçet e kanë të shkruar, përveç se edhe shkencore, është shkencore, që të gjitha ilaçet kanë efekte kolaterale. Por jo vetëm ilaçet, edhe ato që ham. Pra edhe në qoftë se të përdorim bimë medicinale, edhe pse po kthehemi tek bimët medicinale. Por sugjerimi i ekspertëve është që mos të përdoren kaq shumë ilaçet sa përdoren sot. Pra një pafundësi, që e kemi bombarduar trupin me ilaçe. Shiko, para disa vite, nga vitet 1970-1980, një psikolog meksikan po shikonte disa pacient me probleme,
Dhe disa për i tyre, dhe sa ky bënde vizitën, i thanë që donin ilaçe. Dhe nuk kishte shans që ai ti anashkallonte, sepse për ditë i thoshin të gjithë të gjë, bile bën edhe grev gjasme. Dhe ky shpiku placebon, nëse keni dëgjuar. Placebo është me fjalë një kokra që janë sheqer, si mund të themi, por duke sikur janë pastika dhe që bëjnë mirë për shëndetin gjoja. Sepse njeriu ka një autokonvincion, si mund të quhet, autobindje, pra bindet me anë të mendjes që është keq ose është mirë. Tani do t'ju them diçka vërtet serioze. Dhe jam i bindur që shumë prej jush do më japin të drejtë dhe do më falenderojnë për këtë. Jo se nuk e dini, por thjesht disave duhet ja u kujtoj, por disa që nuk e din është mirë që ta kujtojnë. Shikoni, a e dini që në shkencë, pra mjekësia, në shkencën e mjekësisë, janë zbuluar disa probleme që krijohen, disa hormone që krijohen në trurin e njeriut nga stresi. Pra, disa hormone, njeriu duke patur stres të madh, krijohen këto probleme, pra disa patologji. Dhe patologjia kryesore është që njeriu sëmuret, është vënë re që njeriu sëmuret akoma më shumë, sepse pikërisht sepse ai bind vetveten që është sëmur. Pra, nga momenti që njeriu mendon që është sëmur dhe fillon dhe bind veten që është sëmur, nga ai moment sëmuret edhe më keq. Dhe kjo është zbuluar nga vitet 90-93, mos gaboj, dhe tani është bërë e famshme. Me një fjalë si dhe njihet publikisht që stresi është sëmundja e shekullit dhe krijon probleme të rënda shëndetësore që me kalimin e kohës mund të degradojë trupin dhe qelizat, duke i çuar ato në një problem madhor, pra në sëmundje të rënda të pashërueshme dhe vdes. Por unë kam një version që shumë pak e thon disa psikolog, sepse në mjeksi kjo nuk është zbuluar ende, por është logjike dhe do t'ja u them se si. Në qoftë se është zbuluar që stresi, pra truri i njeriut, forca e mendjes i njeriut, jo truri, forca e mendjes së trurit njeriut, ndikon keq në momenti që ai zbulon që është keq dhe krijon probleme në trup, atëherë kjo më bën të mendoj që mund të ndodh edhe anasjelltas. Pra, ti në qoftë se sëmur trupin, nëse ti bind trurin tënd dhe sëmur trupin, atëherë unë jam i bindur që ti në qoftë se gjen çelësin, ti e bind trurin tënd që të jesh mirë. Dhe ti nga ky moment fillon dhe jeton më mirë dhe i eliminon problemet. Mirë. Unë them se jo vetëm jam i bindur për këtë, por kjo quhet lumturi. Dhe lumturia, nuk e di e keni lexuar atë librin The Secret, dhe aty tregon çfarë ti dëshiron bëhet, realizohet. Por ti duhet të jesh i aftë, me fjalë që ti të bindësh veten. Pra, e gjitha qëndron në bindjen tënde, sepse ti në momentin që bind veten, bind edhe njerëzit përreth dhe qelizat përreth dhe grimcat përreth dhe fushën magnetike njëkohësisht shkencore. Dhe është shkencore sinqerisht kjo, që janë teorie stringve. Dhe ti në këtë moment rikthen mirësinë për veten tënde. Pra, nëse ka një forcë atje jashtë që ti e dëmton trurin tënd, pra duke i dhënë forcë me anë të mendjes, në të njëjtën kohë ti edhe e shëron trupin tënd me anë të forcës së mendjes. Për këtë jam i bindur. Dhe do të dëshiroja një mendimin tuaj. Tani do t'ju pyes, kush nga ju në momentet që ka patur probleme familjare, shoqërore, personale, është ndjer keq dhe sa është shtuar ky problem, pra statusi juaj emotiv, sa është shtuar? Është shtuar gjithmonë më keq apo jo, i keni vënë re? Tani që ja u thash dikush që nuk e ka vënë re, do ta shikoj që është kështu siç po them. Në momentin që keni probleme dhe ti nuk i anashkalon me buzëqeshje apo ku ta di unë, po ti i shton këto me mendime të rënda, aq më të rënda janë mendimet, aq më thellë futesh dhe aq më probleme ke. Anasjelltas, ti nëse i përballon me buzëqeshje, mos s'ka gjë dhe ti je optimist, aq më mirë i kalon dhe ti i kalon këto probleme. Dhe do dëshiroj një mendimin tuaj. Pres komentet tuaja për këtë argument, sepse ky është vërtet çelësi i jetës. Pra, se si ta përballim jetën, sepse fillova me
me ilaçe, sepse për ta kuptuar që nuk është e thënë që ti përdoren gjithmonë ilaçet. E di që bëjnë mirë një pjesë për tyre, e di që një shumë përqindja më e madhe bën mirë, por është mirë që mos të përdoren me shumicë dhe gjithmonë, por të shmangen sa më shumë. Dhe shmangja më e madhe është besimi në vetvete dhe të qenurit të lumtur. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj, kalofshin ditë bukur.